Ministrën e Arsimit, dhe pas kanë ruajtur se në çfarë aktivitete dhe gjithandej do bëheshin akte të tilla. Nuk e dim nëse ajo profesor është salca, ujë, ç'treqin ishte ajo lënda. Sa thot policia nëse nuk na beson ne? Jo, duhet ta thoni ju se un pash një lëndë Ne ta themi salcë. Ne e dim që është salcë, po ju mund mos ne kur e derdhim salcën me zi e nxjerrim me lugë. Ju mund mos ta besoni. Okej, është salcë e përpunuar me ujë. Nëse mos u ashtu, po. E treta më shqetëson dhuna. Unë jam ndër ato gazetare që kam shkruar, zonja ministre, jo të gjithë studiojnë Francë, pra jam kundër reformës. Ose më saktë, kjo qeveri kishte një problem të madh, meqense nuk u kuptua kjo reformë, është po faj kësaj ministre që nuk u kuptua reforma, edhe sikur kanë drejtë. U flet për gjestin me maturantët. Por, mënyra, po, gjithçka me ligjin e arsimit lart. Studio debat fort. Gjithçka nga fakti që ne kemi një ligj të ri për arsimin e lartë, ne nuk kemi aktet në ligjore, është e gjithë situata e mos kuptuar. Shumë njerëz, shumë maturant u dogjën, themi, nga ky proces, pavarësisht se cili e tjerët mund të kenë, por po një lavdoj është të thoshu dogjen maturtjes. Dakor, po mënyra guerilse. Sepse sa mirë thon tani, lëvizja për universitetin, bashkohuni me ne në protestën e radhës para Ministrisë së Arsimit, dhe është një protestë dhe është shumë normale. Mendo nëse ai lëngu mund kishte shkaktuar pasojat e ministra. U bë qorre. Çfarë? Humbi vështrimin. Çfarë? Do të thonë njerëzit e keni seriozisht salca dhe tjetra, zoti Qori, ajo që më shqetëson mua në këtë debat, ju jeni pedagog. Nuk ka rëndësi. Unë jam njëri që kam të qëndrim. Nuk vi me kredenciale. Unë këtu kam 2 pedagog, edhe profesor Markun e kam pas pedagog, edhe mentorin, dhe mënyra se si po flisni ju në këtë panel, më vjen keq, po vetëm për pedagogji. Edhe unë bie dakord me ju, nuk jam për pedagogji, tani hajtë merrem me çështjen, dakord? Atëherë, çështja e zotori ke bërë një akt guerrilës. Për çfarë e bëri ajo goca? Për çfarë? Nuk e dini kuptimin e fjalës guerrilje. Se ne kur e kemi bërë lajmin në fillim, ne morëm vesh ju një shishe ujë ju ofën kokë ministres. Përkufizoni fjalët. Mos i përdorni fjalët në ty. Është metodë. Metoda të mundshme për të avancuar. Ore, nuk keni faj ju dhe ajo. Kanë fajin ata që ta fusin burg. Kryeministrit me vezë në parlament, apo ajo protesta e dytë, pse protesti ishte ajo sotmja? Anila. Mua më duket është qelluar në Mutkolli me vezë. Po patjetër. Po ata tuaj s'quhen ata. Efektin pra të flas për efektin. Çfarë donin me thonë? Sepse këta gjysmëri, ja pra ta flasim gjysmore pas ngjarjes apo një orë pas ngjarjes, lëvizja për universitetin futi videon me pullën së temën e vet, ne e morëm gjithë me pullën e temën e këtyre. Po ata e bën publike, se bën fshetas atë. Ne drapë që kanë. Si do të ishte akt publik, nuk ishte guerril, pra ishte i hapur. E para, e dyta. Jo, këta kishin planifikuar në disa vende. Po shumë mirë kanë bërë. Po kjo pra është tregon seriozitetin e lëvizjes. Unë them, zoj nuk po e bënim atentat njeriu, thirrni mendjes. Nuk po e bënim atë. Po ku e di ti që s'është atentat? O Anila, ajo gruaja Anila, se nuk kemi kafe, o Anila, mos i jep përgjigje ai lindit. Shkullaku. Shkullaku. Ajo lart qoftë. Lart qoftë. Problemi që kemi ne si shoqëri dhe prandaj kemi 10 ditë që merrem me këtë çështje. Sa i një tubet salce ishte, kupton? Jo për reformën, ë? Ne s'po merrim me reformën, ne po merrim me reformën, Ne po merrim pse e bëri dhe si se bëri. Pse e bëri pra ka bërë me reformën.